Ajo çfarë mund të themi është një tjetër detaj i sapo mësuar nga Vision Plus, është fakti se në momentin e ngjarjes të dy fëmijë, 14 vjeçari, pra djali dhe vajza 6 vjeçare, kanë qenë duke luajtur me një shkrepse, çka duket se edhe ekspertët e pranojnë se është gjetur në vendin e ngjarjes një shkrepse dhe disa fije shkrepse të ndezura, çka tregon se fëmijët edhe në mungesë të nënës së tyre, e cila kishte dalë në atë moment tek fqinjet, pra këtë fakt e kemi mësuar vetëm pak minuta përpara se të kemi këtë lidhje të drejtë për drejtë, dhe kur nëna është kthyer në shtëpi, ka parë shtëpinë të mbuluar me tym. Ka qenë pikërisht nëna ajo që ka arritur të nxjerrë, pra vajzën së pari, vajzën 6 vjeçare për jashta, ndërkohë që është rikthyer edhe një herë tjetër brenda për të nxjerrë djalin e vet, por tashmë shtëpia ka qenë mbuluar e gjitha me tym, më shumë se sa nga flakët, nga tymi, i cili ka ardhur për shkak të ndezjes së një dysheku të sfungjerit të ndodhur në kuzhinën e kësaj banese private në një lagje periferike. Dhe pastaj nëna, sepse vajza, duhet të themi këtë fakt tjetër, vajza e kishte të vështirë lëvizjen